Natën e finales së Big Brother VIP 4, kur Gjesti fitoi çmimin e madh nga publiku i hodhën një flamur të Kosovës, të cilin reperi e puthi dhe e hodhi krahave. Pas këtij veprimi kanë filluar polemika në rrjetet sociale. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar opinionistja e Big Brother VIP 4, Neda Balluku me një postim në Instastory. Mos u merrni me gërvëre të kota. Ky flamur simbolizon fundin e robërisë dhe fillimin e lirisë së merituar të Kosovës. E dua dhe e respektoj për atë që simbolizon. Kosova dhe Shqipëria janë një. Shqiptari i Tiranës, Mitrovicës, Sarandës, Pejës, Elbasanit apo Gjilanit ka qenë, është dhe do të jetë njësoj shqiptar. Në jetë të jetëve. Gjithçka tjetër është përpjekje për të krijuar komplekse të kota. Dashuri për flamurin e Shqipërisë, dashuri për flamurin e Kosovës, valvitja e njërit nuk ul tjetrin. Asgjë dhe askush nuk na përçan dot, ka shkruar Neda.